Një tender i dyshimt, një pasuri që nuk shpjegohet, një leje ndërtimi që del mbi ligjin dhe një institucion që hesht. Pikërisht këtu nisin investigimet gazetareske në Shqipëri, jo te deklaratat e bukura, por tek dokumenti që nuk përputhet, te paratë që lëvizin pa gjurmë dhe te pushteti që kërkon errësirë. Ky nuk është thjesht një zhanër mediatik për të mbushur faqe apo për të prodhuar zhurmë. Është një test i përditshëm për shtetin, drejtësinë dhe vetë median. Kur investigimi funksionon, ai qerr fasadën. Kur dështon, publiku mbetet me propagandë, gjysma të vërteta dhe një ndjenjë lodheje që i përshërben vetëm atyre që duan të mos pyeten kurrë. Pse investigimet gazetareske në Shqipëri mbeten vendimtare? Në Shqipëri lajmi i shpejt dominon cikli mediatik. Ngjarjet vijnë me ritëm të lartë, deklaratat politike mbysin debatin dhe skandalet shpesh konsumohen brenda pak orësh. Në këtë terren, investigimi nuk ka luksin e reatis. Ai duhet të gërmojë aty ku institucionet shmangi përgjigjet dhe aty ku qytetari i zakonshëm nuk ka as akses e as mbrojtje. Arsyeja është e thjeshtë. Problemet më të rënda publike nuk dalin gjithmonë në sipërfaqe vet. Korrupsioni administrativ nuk lajmërohet me njoftim për shtyp. Konflikti i interesit fshihet pas procedurave. Abuzimi me fondet publike maskohet me gjuhë teknike. Ndaj investigimi është mjeti që e kthen dyshimin në fakt, zëri në provë dhe pakënaqësinë publike në çështje konkrete. Ka edhe një arsye tjetër, më e pakëndshme. Në një mjedis ku politika përpiqet të ndikojë narrativën, biznesi shpesh kërkon heqje dhe presioni mbi mediat është real. Gazetaria investigative mbetet një nga hapësirat e fundit ku pushteti vije seriozisht në siklet. Jo rastësisht, është edhe fusha më e sulmuar. Fare bën një investigim real dhe jo thjesht një akuzë mediatike. Jo çdo artikull denoncues është investigim. Jo çdo publikim me tone të forta ka peshë gazetareske. Hetimi i vërtet kërkon kohë, dokumente, verifikim dhe përgjegjësi editoriale. Thelbi qëndron te prova. Një investigim serioz mbështetet te akte zyrtare, kontrata, të dhëna financiare, dëshmi të kryqëzuara, korrespondencë, vendime administrative ose gjurmë të qarta faktesh. Pa këtë bazë, publikimi rrezikon të kthehet në insinuat, dhe insinuata, sado e zhurmshme të jetë, nuk e çon publikun te e vërteta. Ka rëndësi edhe mënyra si ndërtohet historia. Një investigim i fortë nuk mjaftohet të thotë se ka problem. Ai tregon se kush përfiton, si funksionon skema, ku është kelja dhe çfarë pasoje ka për qytetarin. Nëse lexuesi del nga artikulli vetëm me zemërim, por pa kuptuar mekanizmin, puna mbetet përgjysma. Fushat ku investigimi godet më fort. Në Shqipëri, terreni më i nxehtë për gazetarinë investigative mbetet lidhja mes politikës, parave publike dhe interesave private. Tenderat, koncesionet, lejet e ndërtimit, punësimet klienteliste dhe pasuritë e pajustifikuara janë fusha klasike ku skemat të tëra fshihen pas procedurave në letër të rregullta. Por tabloja nuk mbyllet këtu. Edhe sistemi i drejtësisë, policia, pushteti vendor, arsimi, shëndetësia dhe mjedisi prodhojnë vazhdimisht tema që kërkojnë hetim, jo vetëm raportim rutin. Ndotja, grabitja pronës, abuzimi me fondet sociale apo heqja mbi aksidentet industriale ka dhe njëjtin emërues, interes publik të lartë dhe mungesë transparence. Në shumë raste, investigimi më i vlefshëm nuk është ai që prodhon skandalit më të bujshëm, por ai që lidh në mënyrë të qartë një vendim zyrtar me dënim real te qytetari, sepse aty propaganda bie shpejt.